Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Allahun e falenderojmë, mirësitë dhe bekimet e Zotit të qofshin me profetin sallallahu alaihi wasallam. Babu istihbab at-tawaf li-ifadati yawm an-nahr. Preferohet që tawafi i haxhit të bëhet ditën e Kurban Bayramit. Tawafi i haxhit nuk bie asnjëherë nga njeriu nëse nuk e bën derisa të vdesë. S'ka kohë. Pra për shembull shkoi dikush në haxh, e boni Arafatin dhe iku se i nodhi diçka. Ai qëndron në ihram derisa të kthehet në botë tawafin e haxhit. Tawafi i haxhit nuk ka kohë. Tawafi i haxhit nuk ka kohë, nuk del njeriu asnjëherë nga ihrami derisa të bëjë tawafin e haxhit, edhe sikur zgjasë kjo 10 vjet, 20 vjet. Ai edhe pse është në rrobat e zakonshme quhet në ihram, sepse është liru nga ka bërë lirimin e vogël, pas ka bërë lirimin e madh. Pra i lejohet parfumi, rrobat, i lejohet qethet, i lejohet gjithçka, por nuk lejohet rrethana bashkëtorë, derisa të bëjë tawafin. Për këtë arsye njerëzit kryejnë tawafin dhe marrin punë, sepse ndryshe mbeten në ihram. Në ihramin e madh, pa dalë nga ihrami i vogël, mbeten në ihramin e madh. Më e preferuar është që tawafi i haxhit bëhet ditën e Kurban Bayramit, pra ditën e 10. Kjo është më e preferuara, po jo obligative dhe detyrë. Kjo është mendimi i shumicës, mendimi i gjithëve, pra mendimi i 4 mëdhëve, mendimi i të parëve dhe i të fundëve. Ka një mendim të dobët, i cili thotë, kush nuk e bën tawafin gjatë ditës së 10 dhe e zën akshami, kthehet sërish në ihram, pra duhet veshë prapë rrobat e ihramit. Ky është një transmetim nga njëri nga sahabët, se ka mbështet askush për 14 shekuj. Dhe ka për dietarët se kohë që kanë mbështetur këtë mendim. Pra një mendim i cili ka munguar 14 shekuj, nuk merret konsiderat. Nuk merret në konsiderat. Atëherë thot Abdul Aziz ibn Rufai' e pyeta Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Më përmend diçka që e mend nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ku e fali drekën dhe ikindin ditën e Tarwiyes. Dita e Tarwiyes është dita e 8. Tarwiyes është dita para Arafatit. Tha Anas ibn Malik në Mina, pra drekën dhe ikindin, atë ditë i ka falë në Mina. E pyeta, thash, ku e ka falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namazin e ikindis, ditën e lëvizjes, pra ditën e Kurban Bayramit, më tha në Labzor. Pra i ka thënë ai Anas ibn Malik, ka thonë, ka falë ikindin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë ditë, se më thonë, në të dalë të Minas, në Abutoh, Mekë, dhe më thonë. Thumë qal, if'al kema yef'al mra'uka. Tha bëj siç po të them, pra kje parasysh këtë, dhe më thonë, siç po të them, në fjalë, bëj me këtë që po të them, ose vepro sipas kësaj që po të them. Falja ikindis nga ana e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në këtë vend është marrë si argument që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bërë tawafin, por ka transmetime të tjera. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ditën e Kurban Bayramit ka gjuajtur burrët, ka bërë kurbanin, ka qetë ruajtur kokën dhe ka bërë tawafin dhe është kthyer për akşam në Mina. Dhe ka në gjithë natën në Mina. Falja e ikindis në Abutoh do thotë që ka marrur punë dhe ka qenë duke u kthyer. E ka zonë ikindia, pastaj ka shku në Mina. Pra akşam, yatsin, sabahun, ka falë gjitha në Mina pastaj. Allahu adil muslimin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.